Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu jalla wa ala falendrojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërvozur në takimin e kaluar kemi përmendur se një nga faktorët kryesor që ndikon në rënimin e raporteve mes njerëzve është edhe mendimi i keq, paragjykimet dhe hamendësit në gjykim ndaj tjetrit. Të ndërtosh qëndrim ndaj dikujt mbi bazën e hamendësive, mbi bazën e dyshimeve të pabazuara. Këtë ka ndaluar Allahu xhallahu ala në Kur'an dhe ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe. Një nga ato hadithe kemi lexuar në takimin e kaluar, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam krahas ndalimit të këtij vesit keq ka ndaluar disa vese të tjera të këqija, ku pejgamberi sallallahu ka ndaluar edhe zilin mes besimtarëve, garimin e panevojshëm në dunja, pastaj edhe kthimin e shpinës njëri tjetrit, e tjera që na ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe në fund ka thonë kunu ibadallahi ikhwana, bëhuni o rob të Zotit vëllezër mes vete. Do të Allahu xhallahu na ka krijuar dhe na ka udhëzuar dhe ka urdhëruar që në bazë të këtij udhëzimi dhe besimi të fuqizojmë raport mes vete deri në nivelin më të ngushtë mundshëm, të jemi vëllezër mes vete. Andaj kjo vëllazëritë ndërrohet nuk është thjesht pretendim, nuk është thjesht fjalë goje që thot muslimani, po është edhe dëshmi, është veprim. E për me dëshmu se e ki të trimvla, e ki tamam qysh Allah të ka mësu, atëre qysh duhet me ndërtu këtë vllazni me ato që Allah në ka mësu dhe pejgamberi alayhi sallam duhet e merujt për asaj që e rënën. E nga ato që rënën jenë me paragjyku për njërin pa nevoj, pa asë një argument. Në në tjetër pejgamberi alayhi sallam ka mësuar edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me këtë ves të keq. Është vërtet që asnjë musliman nuk duhet, e ka të ndaluar me e paragjyku tjetrin. Do të thotë me ndërtu një qëndrim ndaj tij apo gjykim ndaj tij mbi bazën e hamendësive, mbi bazën e gjykimeve të pabazuara, dyshimeve të kota. Kjo është ndaluar. Mirë, po edhe besimtari, nëse vren se ka mundësi ndonjë veprim i tij, ndonjë për shembull çështje e caktuar me ngjall dyshim, apo veç ka ngjall dyshim te vllai i tij afërt, te dikush për njerëzve, që të ndërmerr masë të duhura për me e leru këtë paragjykim. Do njerëzit e kanë ndaluar, po ndodh që në situatë caktuar që dikush ka mundësi edhe e ka një paragjykim. Ti e vren se ai e ka një hamendësi në raport me ty. A duhet me thonë muslimani, unë jam i paqë tek Allahu, njerëzit e gjykojnë çfarë dojnë, punë e madhe që ka thonë, a duhet me thonë kështu? Apo duhet me ndërmarrë disa masa brenda mundësive që i ka, që njerëzit me u aqetsu zemrën. Në esencë ndërmozën duhet me punu muslimani me u aqetsu zemrën njerëzve. Nuk duhet me bëu provokime të panevojshme. Në esencë, tash çdo kujt nuk mund me aqetsu zemrën, nuk i mundësi me shku tash rënë me njerëz. Por nëse dhe se një veprim i caktuar ka mundësi me ngjall një gjykim të caktuar, ka mundësi me ngjall një dyshim të caktuar, atëherë besimtari sa të ka mundësi ndërmerr një veprim të caktuar, e thot një fjalë të caktuar, një arsyetim të caktuar që i aqetson zemrën Allahut vet. Ka se shejtani punon në dy palët që me shkaktu dyshime që largojnë njërin prej tjetrit. Andaj që duhet ai tjetri që kemi folë për ta me arrujt vetën edhe me umbrojt nga shejtani, duhet edhe kjo pala tjetër minimu që më rujt prej shejtanit. Më rujt. Nëse i kujtohet, kemi përmendur te kapitulli lavdatave. Atje a bën me lavdu dikon, kur me lavdu dikon, kemi folë disa kapitull për çështën e lavdatave. Edhe një nga ato ka thonë pejgamberi alayhi sallam, kur domthon e ka lavdu dikon shumë, ka thonë mos i ndihmoni shejtanit kundër vllaut juaj. Nëse dikon i lavdon shumë sy, tepër lavdon,
edhe bëhet fjalë goje lavdat, e çka ndodh? Shejtani thotë apo shë, ta shkon edhe aty ja bën biesh kat lavdat që me u shndrua në mendje madhsi, më u në vetpëlqim e kështu me radhë. Na duhet me qenë mirënjohës në njëri tjetrit, me ridu njëri tjetrin pse ju për inkurajim, por jo këtë bëhet domon e vazhdueshme, teprume, pa nevojshme, nga se gjithçka që teprohet, e gjithçka që bëhet e pa nevojshme dhe për të kufeve, shejtani pastaj e keq përdor në dëmin e dy palëve. Andaj këtu Buhariu rahimullahu në vazhdimsi në këtë kapitull, don këtë kapitullin e paragjykimeve dhe hamendësive në gjykim ndaj dikujt, ka përmendur një hadith të Enesit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë ka qenë domthonë me njërin prej grave të tij. Ky hadith Buhariu që ka përmend këtu është një transmetim ku nuk ka përmend rastin, as nuk ka përmend gruan me cilën ka qenë. Do të transmetimet e sakta flasin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në itikaf në xhami dhe ka ardhur një nga gratë e tij Safia radhiyallahu ta'ala anha që të ketë një shërim apo diçka me pru pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe ai ka dalë deri te xhamia me përcjell natën. Se shtëpit i kanë pas afër, pejgamberi ka pas shtëpinë në gjith me xhamin. Edhe kur ka dalë me gruan e tij me përcjellje deri te xhamia deri domun te shtëpia aty afër, ka kalu dy besimtar. Edhe kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, domethënë me një grua, i kanë nxitu hapat, kanë nisë më shpejt. Në që pejgamberi ka me një grua, mos pengojmë të ecëm më shpejt. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ala rislikuma, mos u ngutni, ka dalë, gruaja jam është. Është gruaja jam. Ka thonë ja Rasulullah, për këdo na ki shku menja për diçka, veç për ty kur. Për ty kur s'kishë menu që ti me gruat hujtunet, as s'kishë menu për këtë punë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna shaytana la yajri min ibn adama majra ad-dam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, shejtani qarkullon te njeri si gjaku. Andaj ka mujt më nguc me kanë ke pejgamberi çka jo gru, ju ka dhënë që gruaja jam. Jo hek dilemën apo nëse s'keni pas fare dilem, me mshël çdo derë që ka mujt shejtani më keq përdor edhe mi u bo vezveset pa nevojshme në kokën e juaj. Andaj, ky hadith në mëzët të regon qartas dhe pejgamberi sallallahu sallam ju ka nimu aty në dy muslimanëve që mos të kenë asë një zhurëm të shejtanit bile, asë zhurëm, ju diçka ma shumë. Kështu që njëri se për shambull mund tjetë në vend dyshim dikon. Për shambull njëri me një gru të xhamia, një tikafi hi, të është një gru aty, mund me konë diçka. Aja, nësin si nuk duhet me shkumena dikujt për të keq, po menë kjo, shejtani lunë me njëri, mi thonë, është gruja. Ose për shambull, në situatat caktuar, për shambull, nuk keshu në aty, keshu është të kalu, për shambull. Ose për shambull, nuk është e jamja, kjo menu dikush që ke blekshët, jo së është e jamja, ja ku më hazu njonit. Për shambull, kështë të mërtë, ti mund m'ja marr kerrin dikujt, tu ka prish kerri, ja merr kerrin dikujt. Ai kerr 5 herë më i shtet se kerrit apo. Jo, ku pas ka bëu këtë kerr. Njëri më zi presin apo. Do pse njëri më bëni kerr të mirë zmot në umë apo. Nëse është i ndershëm, është po mënoj njëri ose çfarë do për dunjas, nuk bëhet kiamet dunjas apo. Na do të më gëzu kur dikush i ka punë mirë. Po shejtani shkon në nguc. E me pa dikon që i penguç, thosh, "Oja kam marrë një unë dhe s'është jam." Jo, s'm shkoj mëna, veç me thonë që edhe mos me të nguc shejtani. Andaj njëri mirë është me pas mundësi që me ja qesu zemrën e Allahut vetëm. Kanë qenë dy dietarë të maj, kanë nejtë bashkë njëri me tjetrin. Njëri ka qenë, dy të kanë qenë me kalitmet. Dy të kanë pas kalitmet. Njëri ka qenë, domon një kohë ka pas të shkurtë se tjetrin. Kur ka ecë, çuçi bën ka ecë, ka çalu, ka topallu, apo normal. Ka është sprovë Allah xhallahu ala, ai kompetitorëve, si ka penguar me kon dietarë që kjo punë. Mirë po, çashtu ka ecë. Tjetri e ka pas një sy të verbs, vetëm një sy ka pasur. Ka nejt bashkë ka diskutuar për punë dijes me zveti, edhe ka ardhur koha namazit. Kur ka ardhur koha namazit, njëri i ka thonë tjetrit: "Çore burr, po shkojmë në xhami, tash kanë me kalu para njerëzve. Një farmahall aty që njerëzit flasin.
Bëri ti kësaj udhe, e ona kësaj udhe, takom të xhamia. Kom pse më rëbur, po shkojmë bashkë, kom qëra me kruon ti bashkë, thonë qëra mërësh, ky i verë ti, për i ringati këti, që qalën këti topalli, flasë njerës, kom po, na përshkojmë xhami, na so provokujmë, na qështi këna punë, nëse flasin, ata në gjuna na marëm se vapë, është normale që shrutë, unë nësë për provokujnë, komën e kom që kështu, që kom i bunë këse i komën. Ka thonë këtë tjetëri, ka thonë qëra, me shku në dytë në xhami, në rahat, edhe ata rahat, është me dashën për mu, se në rahat e ata në gazep. Në mundë me shku, edhe dytë bashkë, në rahat, që të këmundit fjallët e ty në sta bojnë dëmë, ama fjallët e ty në i bojnë aty në dëmë. E me rujt edhe ata, edhe vetën për ne është me mirë, se me rujt veç vetën ata me konë në sprova, me që po doa me takom të xhamijave. Këtë nërëzën të regonë pjekurin e muslimanit. Mund me konë njës me ndjelet, me konë njës për shambull të ngutun, me konë njës që flasin, me i rujt njerëzë o mirë me i rujt, sa të ki mundësi me i rujt njerëzë, sa të ki mundësi edhe. Ka herë për shambull s'mun është me i rujt, munosh me sharu, munosh me të regu senet, o prap njerëz kanë prirje me full. Ti nuk mush me mshil asë njëherë dhe më honë gojet e njerëzë, është pa mundshme. Mirë po, me i abu ka pak se bepin, edhe me ndërmarë dhe masa këtu, me ka du që une nuk jam qëse, unë keni diqka për mu, nuk jam, Allah së më ka shkumajna, veç për të kalzoj që gabim ka qenë, me mujtë me mshelë mirë është njëre, me a qesu zemrë njënë të është mirë, me a qesu zemrë njënë të është mirë është njëre. Ja se shetani punan shumë që pej një fjale ma të vogël, me bo një rrëfim të madhë. Një fjale kape, bo një rrëfim të madhë, aty një story e thurë që ka ndodhë, që ka bo akia, kësë më radhë. Andaj na mirë që nëse na shkomenja që dikush ka mujtë me një diqka për neve, edhe është për muslimanë të afërt, është për njerëzë për shumë të afërt neve, edhe këne mundësi me asëru, mirë është punë me i shëru. Pa i në debate, në diskutime, pa nevoj, mirë po me arrujt zamrën njojnë të të kërkume, mos me e provoku zamrën. Nëse është e kërkume të ndëvëzër, pa bigajri hak, marë se tu, që ka të mënë kër ka haka me gjyku për ty, do të hala ma shumë me konë, i kujdeshme në arsëtim. Do njerëz i bojnë të veprime dhe veç për inati, dhe të plasin ato. Kush me plas? Xhamati, ndoznia e tij, kushërit e vet, muslimanët. Do bana ashtu. Mos i ngos njerëzit, nuk i nëmi provoku njerëzit ato. Njëri qasjen për shembull me plas dikon e kësut, e ka të lumë kur veç luftë. Me bu diçka që e plas armikun, ka thonë që sot furt ti me bokas jam çaj po mi ka thonë që jeni klidh fort të duan fort të veç me e zhgënyu armikun. Kjo në beteja, në rrasa specifike. Mirë po rrasë normale me njërës e tu të afer, me muslimat, me besimtarët, me kojshit e tu, me kushëret, me të afermet, nuk është absolutisht fetare, nuk është në përputhje me udhëzimet e besimit që njëri me provoku situata pa nevojë. Nuk bën me provoku situata pa nevojë. Edhe ju kujtohet edhe të selami kemi thonë, nuk kam mirë me thonë selam për provokim, apo? E ndikuj, selam aleikum, letnin këta dhe të lasin këta, s'kanë që me plasë, ti e stuj selam aleikum, Allah, tanë musliman, sa për selam, nuk ka në veprime provokative. Qështë e këna mësu në hadith, onë që Ibn Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë nësave, mos jep një selam, sa me i provoku ata që në konë të rek, po jep një selam, sa për me, dhe me thonë me përshëndet që duhet një musliman. Këtu e nëzimet e ndërmë dhe dhezër që të regojnë pjekurin e muslimani. Kujdes në ti që mos me e smu zemën e kërkujt. Edhe nëse ka smut, mos me rritë smujnë, mos me rritë smujnë. Allahu Gjallahu Ala ka kërku nga gratë e pejgamberit asam. Shikoni, gratë e pejgamberit asam, kur kanë qenë? Gratë më të ndershme, më fisnike, më të moralshme, nuk gjenë mo, se gruja Muhammedit alayhi salatu wasalam. Mirë po, prapë kësoj gruj ka thonë Allahu Gjallahu, kësoj gruj fisnike të ndershme ka thonë Allahu Gjallahu Ala, fela të khudane bil qawli, fejatma alladhi fi qalbihi marad. Kur të falli, mos u lastoni në fjallët e juaja, se ka mundësi lakmane që ka zamën e smut. Lakmon grutë pejgamberit e udhë bëjnë shkallmenja, ama ti ruje zonin tënë. E gruja nuk banë me kohën e tilë që me provokume në veprim. Aja nuk ka faj nëse dikush e nga të smën, lërga saj, në kuptim të saj, a i gjithë kush e ka obligim me rrët vetën e ti, po do të kjo me rrët vetën e saj. Në sjellën e saj, në dalën e saj, në fjallët e saj, mos me kohën sebeb që dikush do të në rrujt me këshyra, dikush për shumë do të në rrujt me i shkuj mene për të keq, ose lërga saj dhe me ngacmu, si shaje, do një
për shembull provokime që ka nga pala e caktuar. Dhe duhet me rujt njëri tjetrin, me rujt nderin, me rujt moralin, me rujt njerit zemrën. Ndodhë që dikur për shembull blen diçka dhe e din që ai e lakman që ata, i ka thënë që unë edhe bleve e bona, ai lakman. A si të lakman tani? Çka ndodh? Ka ziri ndaj teje, ka inat, sa ai se ka ti e ke bo. Ose këta një këshu me bo gjithçysh e ka mund si vjedh e bën. Pika unë njës këtë këshar, pej lakmisi ti e ke provokuar. E shumë të tjera të ndërrumë dhe që besimtari dhëtë me qenë i matur, i kujdesshëm, me arrujt zamrën tjetrit, ka se zamra let lëndohet, zamra let joshut, let ngacmon nga vezveset e shejtanit. Gjithashtu edhe në vijim është një thënie shumë e urtë, shumë përmbledhëse e Abdullah ibn Mesudit, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili përmend se edhe kjo çështje e hamendësisë, e paragjykimit e ka një kufi. Nëse një nuk di munal të ndim me kalon gjunat madh, edhe në qoftë se për shembull i ka ndodhur një keqje. Çka thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu? Ka thonë: ma yazalu al-masruqu minhu yatadhanna hatta yasira a'zama min as-sariq. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, thot i dëmtuari nga vjedhja, njëri ka vjedhë diçka. I ka vjedhë diçka. Edhe tash shkon me anja, ku është ka ujtë më vjedhë? Për shembull, kush ka ujtë më vjedhë këpucat? Thot ka ujtë filon njëri xhamatli çaj mram ti u dal çaj mi ka marrë. E bëka si ka marrë hiç? Veç ashtu tash ky si kush ka ujtë marrë, mi ka marrë, ai më duket që lyp këtë dera aty. Mi ka marrë ky, shkon tu sill, 100 njerëz i tekiton që ka vjedhë dikush apo. E thot Ibn Mesudi, thot njëri në vazhdimsi paragjykon kush e ka vjedh, kush e ka bërë keq, derisa gjunahu i tij bëhet më i madh se vet hajnia. Ai që ti ka vjedh ka bërë keq, sahi. Po ti ashtu paragjykua, tu paragjykon një, gjunahu rritet apo? Se në çdo paragjykim ka gjuna, çdo paragjykim ka një gjuna. Ashtu ndodhet edhe në rreth të tjera të ndërruar. Ka mundësi që dikush për shembull i kanë bërë zullum. Dikush ta ka bënë të keq. Tash ky flet për ta. Ja kthan. Ka fol, e ka bë, s'u vjen marr, unë tash kur je do më ja kthy mushfry, një 5 fish bën më keq se zullumi i tij, na thon. E çka ndodh nga viktima shndrohet në zullumçar apo. Pas kujdes, nuk të jap të drejtën asnjëherë padrejësia e kërkujt që ti mi kalu kufit. S'ta jap këtë drejtë. Po ai më ka bo. Ani, ai të ka bo keq. Sa është e keq ati, për shembull, po që kaq. E keq e sa u bo 2 fish më madh se ti apo. Dhe nuk bën njëri që në emër të, për shembull, një padrejësie, në emër të një shkelje që dikush e ka bënë për me të, tash ai mos më pas asnjë kufi, asnjë domethënë pengesë që me paragjyku terin maksimum. Pa asnjë drejt. E kjo fatkeqësisht që është Ibn Mesudi, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Domethënë thotë kalon në gjuna pastaj. Gjunojt me paragjyku, tu fut njerëz në listë të mundshme të hajnis, të bën më gjunaqar se vetë hani që ti ka vjedhur për shembull, këpucat, telefona, ato që ka vjedhur. A njëri pas kujdes, shikoj diku mund me çu njerin paragjykimi i madh apo. Gjithashtu ka përmendur Buhariu rahimahullah në fund një transmetim nga Abu Darda radhiyallahu ta'ala, pse në transmetimin e këtij rasti ka domthon diskutimet e dietarëve se është i transmetues, nuk është i sigurt, por si rast është më shumë shumë domethënës. Përmendën këtu në rast se Muawiu radhiyallahu anhu kur ka qenë halife në Sham, dhe në Muawiu ka qenë halife i muslimanëve nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe i ka thonë Abu Dardas. Abu Darda ka qenë, edhe ai ka qenë në Sham. E i ka thonë Abu Dardas radhiyallahu ta'ala anhu, i ka thonë dit, ma ap listën e fusakëve. Fusak kush janë? Ata që bojnë gjunat mëdha, për shembull një pindraki, një për shembull vjedh, një që listë që ty në bima. Ti e njëri i urtë, të besoj ty, edhe se kërkon halife. Bima qatë listë edhe unë e dita një që ka bëj me tapa. I ka thonë e Budarda, e ku i në gjone fusak të Allah? Me të sëri, që fa përgjigje e mire,
Unë mundem tash për shembull me policë, me paragjyku, filoni rën me këta. Ta e shku atje, po tani një herë që i patën marrë dosane, shku e këtë. Po tani një herë që kë kanë me këta, që si lisë ta mushë, 100 veti mushën e, kumnije më ka thonë. Po janë që kështu njerëzit? Ku e din të janë që njerëzit? Ka dash më lërgu edhe pse, ka mujtë më jabu listë nështë dhe cakt. Po s'bën kësi listë e muslimone. Pse? Muslimone sërën me ta. Për shamë me thonë ty, për shamë hajtë bëma listën e njerëzit që i në konë dërsë. Ti din, pse? Dhe ti me që ata në dërsë për rrimë. Po qëta është të nejtë në dërsë, ama në listë, për shamë u thujnë duguj që ati, kush ka mujtë me bua? Jo s'di u losën me ta sërijune. Ku i dim kush i thënë duguj ta, kush me rakia, kush e druga, nuk i dim këta njerëz atë. Që s'rri me ta. A me ndërtu për baza para gjykimeve, ja, këtë se bëja për. E djali e Buderës e ka një këtë ma betë, Bilalli, e i ka thonë babë zot, unë e bëja atë listë. Se ka mënu që i baba i ti, është i devatë shumë, s'da mu përzin këtë punë, unë e bëja atë listë, unë e ashtuj kushën, e ti ku i din këta, ka unë ti nëse s'rri me ta, s'kush me ditë, ti veqin e për tyne. Atë në bëf listën, e shku në vetën, mas pari, unë jënë filën festiku që si punë bëj, edhe këta janë shokët e mi, që fëtuja që listën, ama pa e shku vetën, nuk është me e që edhe ka refuzu me adhonë listën e njerëzë që mund me konë për shamull kriminell potencial në qytet. Njërë nëse shë krim, për shamull, ka po, kush e ka bo, duhet me dëshmu, me mbrojt rastin, me mbrojt viktimen, këto nuk diskutohet, po flasë për shamull për hamenësi. Ishe të ravet të nejtë bashkë. Njoni për tyri mund me konë për shambull, mund me konë kriminell potencial. Qa të ushti? Ata dy qasë janë, të këpërën me ta. A i mund me konë që ashtu të posë, nuk është e sigurt. Në është ta për shambull ka nejtë për një punë, në është ta e ka ta ofërt. Ndaj muslimon me posë kujdes. Edhe shumë fatkeqësisht, subhanallahu në rujt, mirë po njerëzit i marrin qafë tjertë të i futë në për listat pa nevojshme të rrajshme. E po në mediat për shembull, e shkruajnë filonin, është me këta, ky është me këta. A ki argument o Allah? Këto punë i bën gjyqi, këto punë i bën prokuria, bën hetimet, nuk i bën media, me emra njëtë mi përmen kush ja ka bo, ku e din të ja ka bo, s'ka bo? Andaj të bojnë gjykimin e pëton, hala pa të qitë gjyqja pëton. Të bojnë horë para njerëzve pa, biga i riha ka pëton. Pse? Pse ndërtojnë hamenësi, ndryshimit pa bazume. Ose edhe dikush i punon për shembull në organet sigurisë me pas kujdes, po detyra e tij është me njëk për shembull kriminalt, njerëz të rrezikshëm potencialisht që mund me konë, është e vërtet. Mi po ju marr në qafë, i kompotonet me këto, të shku me këto, të shku këtu, edhe qaq. Edhe ky tash është terrorist. Ky është për shembull çështë. Gjuna. Allah te Allahu xhalla wala mund të marr qafë dikon ja shësherën dynjën e ahiret apo. Nëse po halal, nuk ta bën halal apo. Ma njëri pas kujdes. Duhet me njëk njerëz tek qi, duhet mi përcjell, potencialisht kush ka dyshim bazum, krejtën këto rregull. Mi po mi mos në qafë është e ndaluar. Sheh Buderda ka pasur forcime me avion. Aviu ku i drejt, edhe Buderda ka ditë se çata që i çet listë, aviu s'u zullum. Veç të merr masa dura me nal shirën, aviu s'bën zullum. Megjithatë s'ka dashur me bashkëpunu, me ato çka s'din. S'ka dashur me bashkëpunu me diçka që realisht mund të dikon morë në qafë, pa drejtësisht, pastaj tek Allahu xhallahu me kon gjin aqari i madh. Andaj të ndërgozën, na me hak të Allahut dalim gjithë, kush ka mundësi me dek e ka plotsu kaj qejtë kon Allahu xhallahu. A mund dikush me dek, për shembull, ka bëj ibadet, ka bëj adhurime, ka bëj gjithçka, edhe tash thot kur dush Zot më rrëm se jena 0-0. A mund të thon? Ja, s'mund inshallah. Gjithë ki Allahu të bërç. Gjithë ki Allahu të bërç. Që ta kur kush në xhenet nuk kin me punë të veta. Ne ja bëjmë hizmetin xhenetit. Ama në xhenet realisht hina me çka? Me rahmetin e Allahut azza xal. Kur që me hak të Allahut del gjithçysh njëri. Me hak të Allahut del. Për shpresojmë që Allah më na fal. Për hatër që jena munu, këna bu pendim, jena qashtu, jemi njerëz. Ama ruju më zin me hak njerit, ruju. Se me hak njerit s'ta falë Allah azza xal. Hakun e vetë Allah ta falë. Hakun e vetë Allah ta falë, se e din që i dab tje. Ama hakun e njerit s'ta falë. Që gjithmonë lanë kusuret, da i diku që i ke bo zullumot. E veçanërisht me fut në për lista ku ka mos njëri me apo sherrin për shembull. Qoftë me pengun nga lëvizja e lirë e udhëtimit për shembull, me fut në listë dikon son dal mo. Me fut lista që sunin punë dikon mo. Son merr dokument caktuar për shembull, ose çka të kofta apo.
Pas kujdes njëri me pas frikë Allahun azza xal nga se këto sene janë të kushtueshme. Ndonjë dikush si kushton vëmendje. Po çka më bën ndonjë, unë jam i fortë, ani. Ski çdo jam ka marrë ditë që vallahi kimë që thotë publik kimë kujt me gjak për këtë punë që zullum ke bërë. Ke bërë zullum njerëzve. Kështu që e podar ta ka qenë i devotshëm, e s'ka dash me ndërtu, domethënë gjykimin ndaj askujt me për shembull hamendsi ose konkluza anësore që ma mërmenja kumë një, edhe pse jam i bindur të kishboj Buderda listën në 90% këshilu votën. Më kuptim se dijen baja, unë me ta së rrillo. Shko vetë ata që rrinë me ta, që ajtë kalëzëm listë. Mu ka vetëm për listë në njerët devatë shumë, kush e folë sabajnë të kalëzaj, kush rinë dërës të kalëzaj, që ta ti kalëzajnë, që ta di. Për njerës të mirë, di me të kalëzu, se rri me njerës të mirë. Për njerës të këshive, të njerës të këshibur, unë s'di për ta. Shka këse njeri me kanë rënë që ashtu bëhet. Me kanë rënë që ta i nje. Me pas një kujdesën, me kanë për rënë, nga se tani njerëzit futin lista pa bigari hak, po që të kanë patur me tapën. Edhe kjo është gjithashtu të fundi që du me prana. Me pas kujdes me kanë për rënë, nga se si shpeshtosh me nejtë me dikan, si shpeshtosh për shumë du ma betit caktume, njerëz pas të konkluzojnë në bas të rrethonave, caktume se edhe ti mush me konë që kështë për shumë. Edhe ti mush me konë me qëto fjale, kështë më ratë. Andaj nga gjitha anët, thash, duhet më rujt. Duhet më rujt muslimani, mi abu izmetin pastërtis, mi abu izmetin qartësis, mi abu izmetin kullushmëris, qësaj mi abu izmetin? Tani se dikush bën zullum, e dikush parajikon, tek Allahu xhallahu është takimi i gjithëve, edhe çdo kush e ka të drejtën me kërku hakun e vet tek Allahu xhallahu që ka qenë viktime paragjykimeve, edhe ka qenë viktime edhe kufizimeve të caktuar mbi bazën e hamendësive dhe dyshimeve të pabazuara. Allahu na ruaj nga zullumi, Allahu na ruaj nga çfarë do etiketimi dikujt pa bigajri hak. Nëse na merr hak dhe gjykimit na merr në qafë. Allah ti merr punë të mira si kur gjëj. Sa vonë që ke fol ta merr apo. Pse ke fol për mua? Pasni kujdes, qase kjo është e rrezikshme shumë me fol për njerëzit. E rrezikshme shumë është. Nuk ka peshërë më të mëdha, prej shërë më të mëdha me fol për njerëzit. Ruju. Qase para Allah xhallahu dhe njëri pastaj nështë që ka qenë që ashtu, po jo qatë se ke thonë ti. Qaja që e ke shtu për te qasaj, ki me dhonë në kusur për ta për. Ki me pagu për ta për. Njerë me pas, kujdes, mos me i nak njerëzën nga se haku njerëzë është i shtrajt, të ka lau gjellë, paguhet gjithë shka që dikush është dëmtu, ose është fol keq për ta, ose është privu nga një elementare që i ka taku Allah në rujt për izulumit, për paragjykimi, për fjallëve, në rujt Allah për veneve dyshimt, për njerët dyshimt, në rujt Allah për kohëra të liga, për njerëzve të ligë, Allah në mësoj që jemi të pastër, tek Allahu xhallahu ala, dhe të javëm izmet me konë të pastër tek njerëzit, s'pako tek të pastër tek të mirët me konë i mirë. Te që ta mundohu me konë i mirë. Tek të mirët mundohu me konë i mirë, që këtë rëndësishme për të këshit, Allah në rrujt për shirë ty në. Allah është për me kaq për sot, o sallam ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam të simen këthirë.